Presi që institucionet reakcion të reflektojnë dhe dalin para qytetarëve, të heqin dorë nga këtë vështirësi. Nëse nuk do kjo, do të jeni detyruar që presin zonin, sot jemi mira, të bëni mira sa Kesh me boni 150%. Andaj, po përpirje edhe njerë nga ky vend. 150%, çfarë është konsekvenca? Vetë. Me bomë për të thumë rritin me rrit. U më konë zajtë asha një mronë për 15%, po bënë 150%. Ashtë i qëtë më shumë! 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 Besoj kërkesa një qarta, zoni qytetar është i qartë, tash po e ftoj kolegun Alisi, i cili besoj të drejtohet mosës, edhe do të tregoj se çka po ndodh me pjesë organizacion. Bilmez. Şuna kuşa Anlayın. Allah aşkına işte nasıl görmüştün işte bu. Öyle ataması. Yok ne ekmek var. Kırık kamera var. Ne var? Başar. Weź kırık kamera. Kamera. O hep çek. Pjesë nga fol me ju, unë jam të fol me ata. Pjesë nga prim me kamerë. Dashtën qytetar, sot jemi mbledh me protestu për një tregu që rrymen nuk lejojnë me na shtrejtu. Sot jemi mbledh për një tregu... Asni cent ma shumë! 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 Për një tregu që ne jemi të vendosur, jo veç asnjë cent ma shumë, po ne nuk shtyhem as një hap më pas, as një hap më pas, as një hap më pas, derisa ata të realizojnë kërkesat tona, për arsye se nuk kanë të drejtë, më na shtrejtu jetën tonë, më na vendos në vështërsi, më na pamundësu mi shkollu fëmijët si duan dhe me u përkujdes për të moshuarit tonë. As një cent ma shumë, as një cent ma shumë, as një cent ma shumë. As një cent ma shumë, 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 as një cent ma shumë. Ata që janë në zëre, janë dërgu për të mbrojt publikën dhe republikën. Ata kanë ndruar amë. Ne ju thojmë, largonu nga propozimi për shtrejtim. As një cent ma shumë, 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 as një publikën dhe republikën, as një cent ma shumë, as një cent ma shumë. Tash, vazhdojmë tek Ministria e Ekonomisë. Aty zonja ministre leqe nuk ka pas gatishmëri të dëgjoj kërkesat tona. Mirë pa jo, fatkeqësisht edhe ka përdorur fjalë që s'do të duhej për qytetarët dhe për ata që spajtohen me këtë propozim për shtrejtim. Juftoj që nga këtu nisemi tek Ministria e Ekonomisë. As një cent ma shumë, as një cent ma shumë, as një cent ma shumë,
asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë. Te Ministria e Ekonomisë do t'i lëm të gjitha parullat, komentet, adresimet që i kemi pas, e ata kur të kthehen në ditën e hanë, t'i marrin parasysh kërkesat tona ose protestat tona do të masivizohen derisa ata t'i përfillin ato. Asnjë cent më shumë, 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 asnjë cent më shumë. Tash nga dalë, kthehemi, vazhdojmë tek Ministria e Ekonomisë. Asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë.